Një ngjarje e pazakontë ka ndodhur gjatë natës në lagjen 8 Shkurti në Fier. Në tentativë për të vjedhur një 47 vjeçar i identifikuar si Ilir Zarka ka humbur jetën pasi gjysma e trupit i ka ngecur në derën e banesës ku ishte futur për të grabitur. Sipas vëllait të kryefamiljarit Nikolaj Lule, banesa 3-4 i përket Turan Lule, i cili prej një muaji ndodhet në Greqi tek fëmijët. Ai tregon se fqinji që kujdeset për banesën e ka gjetur të vdekur në derë hajdutin dhe ka lajmëruar menjëherë policin. Vllai ka ikur ka një muaj në Greqi te fëmijët, do kalonte Pashkët dhe do vinte. Mirë po, do t'i mbrëm. Unë para 2 ditë isha këtu kontrollova, s'kishte gjë. Mirë po kala një komshi këtu ai që vjen për ditë për të shkyrë qenin. Mirë po kur kisha ardhur sot mbjes, kishte gjetur një person këtu në dritarët. Me vrap kishte lajmëruar policin. E këta policisë bën verifikime të tëra, ai na kishte ardhur fillimisht se fyrat të xhamin aty të dritarët, po s'kishte gjetur gjë aty si mas asaj. Dhe ardhur ka qenë dritarja këtu e shtëpisë. Këto xhama të janë të vegjël. Mirë pa i ka tentuar që të futet aty ka ngecur gjysmë trupi, as nuk dilte, as nuk ashtu. Në mëngjes ai zotëria që vjen këtu ushqen qenin, e gjeti të vdekur këtu në xham. Ai tregon më tej se grabitësi nuk rezulton të jetë një njeri i njohur për ta. Policia më pyeti, ishte fytyrë e paparë, ishte me kapuç, i rregull tamam me doreza. I përgatitur për vjedhje. Po, i përgatitur për vjedhje. Viktima është dërguar në morgun e Fierit, ku paraprakisht nuk rezulton të ketë shenja dhune, ndërkohë që policia vijon të hetojë mbi rrethanat e ngjarjes.